musafir me ardhë, për pos burrit teme dhe djembëve të mi. Atëre merë një murgesh edhe më tha, dëgja, merë këtë me laqë, me ndo që aja është natë, e ti e këto. Edhe me ndo që gjithmonë e kam atë kujtim. Ishte një tip kështu si suvenir në formë të edhe umeta janë në shpirtin teme edhe momente që e mora atë me laqë, unë voziti makinën shumë, se unë jam normal, jam në rrugë qëtë, se punoj tash edhe me shëndet. Unë ju ndihmoj shumë njerëzve. Me kalu këtë pjesë që shë kam kalu une. Mos me mbet atu ku kam qenë, po me ecë. A të ndihmoj ai simbol që ti me kalu ndihmon se unë kam shumë, unë punoj shumë me qëllimet e jetës. Edhe ish ajo diçka një qëllimi jame. Atë kur e mora aton, ish një qëllimi jame që kam diçka ndorë. Edhe prej ati momentën unë e kam atë me laqe në makinë teme, edhe kur nuk e kam largu, edhe ka qenë një rast shumë, kom pas një makinë tjetër, edhe tash buri makinën teme dërgojon me pat një diçka edhe tha du me shit këtë makinë, okej, edhe kisha harun. Edhe thash burri, ti duhet me shku me marë. Tha, shka ki, thash e kam me laqen. Edhe ka shku burri, ka marë sot atë ditën e kam atë me laqen brenda. Edhe është kujtimi jam, i më i bukri në botë, edhe gjajën e bukur. Ajo është diçka që e majnë shpirt, edhe prej ati momentit, unë kam fillu shumë me punu për shëndetin tam, edhe veshjen që e kam basat. Unë e kam ba këtë veshje për një arsymi të regu gjitha femna shqiptare. Unë e kam shëndetin si që kam qenë 20 vjeqe. Unë nuk përdori ilaçe, edhe pse kom pas sfida shumë të randa, e kom pas një shëndet jo të mirë sa që kom thënë vetë, pse morë zatë mi ke pru gjithë këto gjana, që ka ndodhe me muj, kuj ti bona ke që irda që gjendje. Sot unë e kam shëndet të mirë, kam një familje të bukur, jam një gjyshe me 2 mbesa që kam Ylken edhe Noelen. Kjo ka rëndësi. Edhe ju gëzoj gjitha femna shqiptarë nëse më dëgjojnë, ecni përpara, mos u ndalni. Mbesa po thua e ka emrin Ylka? Ylka, jo, Noela edhe Lia. Noela dhe Lia. Lia më falë. Sa herë... Po. Noela është 2 vjetë që gjysë, Lia është vjen tash në verës, gosht i ban 2 vjetë. Besoj ato t'japin gjithë dashurin e botës edhe e kanë gjyshën që s'ua prish për gjohë. është shumë interesant, ato e din që une e du shumë veshjen. Edhe çdo herë që veshjen dojnë më të tregu atë se qka, adin, qka kam veshë, unë e tha mu sa bukur adin, e të regojnë gjithmonë vetën. Pra të trajtojnë si shoqet, ama njeni shumë të afërta. Shumë, i kam edhe nuset shumë të mira. Unë Ylken nuk e kam këtë botë, i kam 2 nusa. Pas tragedis me vajzën, I kam... a tentove dhe herë të tjera që Jo, të kesh? se më ndalun. Më ndalun doktorët për shkak të infekcionit, që kisha një infekcion vetëm kohën e shtatzanisë, më ndaloj doktori, por une vazhdova me rregullu shëndetin tam. Sot jam e shëndetshëm, jetoj, punoj, jam që 17 vite në biznesu në Gjermani, punoj në Gjermani, Kjo ka shumë rëndësi. jena familje me biznesu në Gjermani, une, djali, nusja, burre. Vjen shumë mirë për këto. Besoj, zonja Astrije, pas duke ditë historinë tënde, shumë gra që ndoshta e kanë kalu të njëjtën histori, të kanë shkrujt duke të kërku këshilla, se si mi a dalë edhe nga ana emocionale dhe psikologjike, sepse ta mbash një fëmijë 9 muaj, ta kesh edhe një jetë për 4 muaj e gjysmë, e më pas me përjetu varimin për nanën, besoj është gjaja më e rëndësishme. A disa vështirë është ai moment. Ama, ju kisha thënë gjitha nënav, lenet kalumen. Por, esni për para, regulloni shëndetin,
Se unë tash kam djemt, kur më shojnë si tash, djemt e mi më shojnë i nënë që jem tash, thët, mam, a disa bukur, a disa në krenare nga bon që e keni shëndet bukur edhe eci, se unë eci shumë, unë jam shumë në rrugë, unë punoj në Zvicër, punoj në Gjermani, punoj me shëndet. A di që do me thëmë me largu toksina për trupit.